Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslima ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Dhe nderuar, jemi në takim me emrin Allah xhalla wa ala al-Hadi, i cili padyshim është i mbushur me kuptime që kanë bëjmë me udhëzimin, me orientimin, me mësimin, frymëzimin tonë që na duhet ka ajo që na bën dobi dhe të largohemi nga ajo që na bën dëm. Në pjesën e parë të ligjëratës për këtë emër kemi përmendur disa dobi të cilat kanë bënë me këtë emër, ndërsa në pjesën e dytë dua të flas për disa gjëra që kanë bënë me udhëzimin, njohuri dhe kuptime të caktuara të cilat na duhet të kemi parasysh në momentin kur ne kërkojmë nga Allahu xhallahu ala që të na udhëzon. Nga se kërkimi i udhëzimit nuk është një proces i lehtë. Nganjëherë ne shpesh herë kërkojmë diçka nga Allahu xhallahu ala, por nuk kemi të vetëdijshëm çfarë jemi duke kërkuar. Nuk e njohim peshën e asaj që po e kërkojmë, nuk e njohim rëndësinë e kështu me radhë. Madje as nuk e njohim sa duhet dëmin që mund të na shkaktojë nëse Allah nuk na përgjigjet. Prandaj nganjëherë vren që dikush më me përkushtim, më me porulje, më me devotshmëri e lut Allahun xhallahu ala për diçka nga kjo botë, e cila edhe mos t'i vijë vazhdon jeta. Madje edhe ka mundësi që mos ardhi asaj mund të jetë dobi ti, por e vren se e lut Allahun xhallahu ala me zemër të thyer, me përkushtim, devotshmëri, sinqeritet e kështu me radhë, gjë të cilën nuk e gjen tek i njëjti person që e bën kështu kur lut Allahun xhallahu ala për udhëzim. Andaj kemi nevojë që këtë kërkesë për udhëzim, të cilën e vërejtëm se pejgamberi Allahu xhallahu ala në vazhdimsi e kanë lutur Allahun xhallahu ala për ta mbushim me disa kuptime të rëndësishme, të cilat japin kuptim pasaj fjalës Allahu xhallahu ala ihdinas siratal mustaqim. Fillimisht, çfarë është realisht udhëzimi? Ne kur kërkojmë nga Allahu xhallahu ala për të na udhëzuar në vija të trasha, se këy ka detajet e veta që do t'i sqaroj inshallah, por në përgjithësi kur ne kërkojmë nga Allahu xhallahu ala që Allahu te bareka të na udhëzon, çfarë ne realisht kërkojmë? Ibn Qayyim rahimullah tër kët proces të madh e të rëndësishëm e me peshtrën e ka përkufizuar në dy fjalë. Ka thonë el-hidayatu ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Udhëzimi është me e njohur të vërtetën dhe me punu me të. Nga se përfundimi i surës Fatiha është sqarimi i kësaj. Ihdinas siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alehim. Në rrugën e atyre që i ke udhëzuar, ghayril maghdubi alehim waladdallin. E jo në rrugën atyre që je i hidhruar, ke derë hidhrimin tënë bita, e asë në ata që kanë devijuar. Andaj të parët kanë pas problem me mos të vepruarit me të vërtetën. Jehudit e kanë njohur të vërtetën, por s'kan punuar me ta, ndërsa grupi i dy që kanë devijuar, ata kanë punuar, janë angazhuar, nuk u ka munguar puna, por nuk ka qenë në hijen e njohjes së Allahu xhallahu ala, nuk ka qenë në hijen e diturisë. Prandaj shpëtuarit nga këto dy tmeta dhe të kaluarit në grupin atyre që Allah i ka begatuar, që ta njohim të vërtetën dhe të punojmë si pasaj, kjo është udhëzimi që ne e kërkojmë. Por kjo është një kërkesë shumë e përgjithshme. Apo, dhe sikur që e kemi pranë vazhdimisht, ne kemi nevojë për detajizime madje në mënyra më të vogla, për të kuptuar drejt çka po bëhet fjalë. Ase shumë është e përgjithshme udhëzona nuk e drejt. Shumë është e përgjithshme njohja e vërtetës dhe të vepruar me të. Apo që ka detajet e veta që japin kuptim kësaj kërkese. Andaj në një kësaj bote asgjë nuk blejmë në mënyrë të përgjithshme. Dikush më thon po tash është një telefon. Apo është e qartë që nuk është kerr, është e qartë që nuk është shtëpi, telefon është. Çfarë lloji është? Apo e sa ka memorinë, e sa ka këtë, e versioni, sa më detale ti jap për këtë, aq më tepër fillon më u bind, a më blej apo s'më blej. Andaj detalet janë ato që përcaktojnë veprimin e njeriu, drejt një veprimi apo në largim prej atij veprimi. Prandaj këtu sa më tepër ne e njohim në mënyrë të detajzuar udhëzimin dhe nevojën për të, aq më tepër do ta kërkojmë dhe aq më tepër do ta ndijmë nevojën për të.
Sa më e përgjithshme është për shembull, njohja e të vërtetës. Kjo shumë është e përgjithshme. Çka njohja e të vërtetës? Çka udhëzimi? Sa më në mënyrë të detajzuar e dim, aq do të thotë sigurisht se përmena do ta kërkojmë në mënyrë më të devotshme, më me sinqeritet dhe do t'ja dim vlerën më tepër. Andaj, shërimin e kësaj teme do ta bëj në dy vija kryesore që ato i kanë shërimet e veta. E para, të njohim llojet dhe kategoritë e udhëzimit. Kategoritë e udhëzimit. Që kur thua ihdina siratal mustaqim, apo ta kërkosh kategorinë më të lartë të udhëzimit. Dy kategoritë e para të udhëzimit dallojnë nga dy të fundit. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah thot maratibul hidayati arba'a. Kategoritë dhe shkallët e udhëzimit janë 4. El-martabatul ula, shkalla e parë është udhëzimi i përgjithshëm, që falem më herët. E ka udhëzu lopën që duhet më hongër bari jo mish, e ka udhëzu delen më hongër domon bari e jo më hongër ato që ka ha njeri, e ka udhëzu njerin që ka më hongër, i ka përgjithshëm, i ka mësu. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. E ka përmend këtu hada. Ai është i cili a'ta kulla shay'in khalqa. Subhanallah, kulla shay'in khalqa. Ai është i cili çdo krijesë ja ka dhënë formën e vet, khalqa, fizionomin, pamjen, duken, natyrshmërinë e vet, mënyrën e tjetuarit, sistemin, këtë ja ka dhënë. Thumma hada, e pastaj e ka udhëzuar në drejtim. Në subhanallah e ka kriju krijesën dhe pastaj këtu e ka kriju atë çka i duhet, çka i përshtatet. Dhe i ka dhënë ti esën këtë drejtim. Kështu s'ki qa me minuti për këtë punë, unë e të mësej. Prandaj, kjo është udhëzimi i përgjithshëm, apo që Allah xhalla xhelalu i ka shpërndan mes të njerëzve. I ka mësuar çfarë u bën dobi, i ka mësuar çfarë u bën dëm, andaj nuk duhet njëri me kry shkollë për me marrë vesh se më u gjujt pikatit 10 des. Ako ne me shku në shkollë, me marrë diplomë, se duhet me marrë vesh se s'ka nevojë, e ka mësuar Allah xhalla xhelalu ty s'ta bën. Më u gjujt penalti e thën komën, si të thën komën dham, ose mund me kthy kokën. Kush e ka mësuar njërin kështu? Allah xhalla xhelalu. Allah xhalla xhelalu e ka mësuar njërin. Prandaj komunikimi i Allahut me njërin, këtë temë është përmes logjikës dhe arsyes. Ata njerëz për shembull kur të fikin dritën e arsyes dhe logjikës, në këtë drejtim bëjnë veprime të cilat do të thotë janë drejt për drejt në dëmin e tyre. Ky është lloji i udhëzimit. Lloji i dytë i udhëzimit është udhëzimi i sqarimit. Që Allah xhallahu ala t'u sqaron robëve ti përmes asaj që përmenda pejgamberëve, përmes librave, t'u sqaron atë që Allahu e don dhe atë që Allahu e urren. T'u sqaron atë që u bën dobi, dhe atë që u bën dëm, tash në një mejdan, në një dimension tjetër, përdarim nga i pari. Në rrafshin e dobis dhe dëmit që i pret në botën tjetër. Kjo është lloji i udhëzimit. Ka njerëz që kanë përfituar nga ky udhëzim, e kanë dëgju. Me vënë kanë shkuar një hap para. Kategoria e tretë e udhëzimit është që njeriu të udhëzohet jo udhëzim të sqarimit dhe orientimit, por udhëzim final të suksesit dhe përfundimit. Ka përfituar nga këto. Për shembull, Allahu xhallahu ala u ka sqaruar robëve të tij se u ka bërë obligim 5 kohë me i fal, dhe ky i fal. Andaj, me ditë se Allahu të ka obliguar me i fal 5 vakte, është udhëzim. Por është udhëzim i sqarimit. Me fillu me i fal 5 vakte, është kurrizim i udhëzimit me sukses. E këtë Allahu xhallahu ala u ka jap një kategori më të ngushtë njerëzve. Apo, shikoj se shkon duke u ngushtuar, e para është shumë e gjon. Tani fillon duke u ngushtuar. Apo, tani fillon duke u ngushtuar. E tani fillon duke u ngushtuar më shumë në katërtën. Cila është e? Në katërtën është që Allahu xhallahu ala me i udhëzu ka rruga e xhenetit. E kjo është e treta kjo? Ja, kjo është e treta. Jo çdo kush, apo që për nga ky udhëzim udhëzohet ditën e gjykimit që çeti është vënë atë. Prandaj Allahu xhallahu xhelalu disa njerëz
i udhëzon udhëzim final në kuptimin e më të detajzuar të mundshëm që të përfundojnë xhenet. Sikurse e përmend Allahu xhallahu ala falërimin e banorëve të xhenetit në surën Al-A'raf, në ajetin 43, wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Banorët e xhenetit Allahun e falenderojnë në xhenet. Që s'ka namaz, s'ka xherim, s'ka kurrë. E për çfarë udhëzimi falenderojnë? Për udhëzimin që kanë përfituar nga udhëzimi i suksesit. Se çdo udhëzim apo të shpihet tek tjetri. Udhëzimi i përgjithshëm që Allahu xhallahu ala ka mësuar për më hungur, të ka mësuar për më pit, ka udhëzu, apo ky udhëzim të shpihet që të kuptosh se ka një Zot që duhet të falënderoj, apo e çysh me falënderoj? Mëson tek pejgamberi Allahu xhallahu ala udhëzim sërimit. Po sa e kanë në fazën e udhëzimit të sërimit, bartësh në fazën e udhëzimit të suksesit dhe praktikës. Apo, a është kjo faza finale veç me praktiku? Ja. Për mbyllet procesi i suksesshëm i udhëzimit kur të në xhenet atë. Andaj banorët e xhenetit Allahun e falenderojnë për udhëzimin e hyrjes në xhenet, nga se udhëzimi kryes obligimeve ka qenë të poshtë. Dikur thotë ose sebeb ajo, po sebeb është edhe para. Apo sebeb që na falë me është mësimi i pejgamberit. Mi po kjo na ka pru këtu, e kjo na shpia atje. Prandaj alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Ata në xhenet janë dhe thotë elhamdulillah. Falërimi i qoftë Allahut i cili na ka udhëzuar në këtë. Prandaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha atë që shpirti i Muhamedit është në dorën e tij. Çdo kush për juve do të udhëzohet për vendbanimin e tij në xhenet më drejt se për udhëzimin e tij që e ka në shtëpinë e tij këtë botë. Ti tash pikë tuajt më do më shpëton apo. Dikur të punë di shtëpinë tam. Ja. Nuk është e di se, domthon këtu është një farlloj apo qendra e kontrollit apo që njerit ja paraqet hartën. Për shembull, kjo sërë që ti e din, kjo funksionan me bazë sebepeve. Se në momentin kur kjo blokohet, apo nuk e din ka e bjen Prishtina as Gjakova. Ka njerë të cilët janë smut, kanë problem me orientim. A e din, ndodhë që duke qenë në rrugë, nalet. Duhet me thirë dikan, me marë, nuk din kam jam simo. Kjo smuj është. Smuj me orientim, nuk din ka t'jamon. Pse? Se bësulla këtu që është, apo nuk jep informata. Qërta të si tush, shpia jam, me automatizëm të këtu të rruga ka me shku ku është e qka është, apo? Këtë udhëzim të kësaj njohje, kush të ka Allahu xhallahu ala. E ati ki, bele do këtë nënqmu se me tonë dikush, a din ku e ki shpinë Allah? Apo? A është nënqmim kje? Qështë nuk e mos e di fra shpinë tem, qka di Allah në këtë botën? Shpinë tem, bele qatë shpinë, qatë e di ku e kam. E thëtë pejgamberi s.a.s. Dikush për ju do tjetë më i udhëzuar, para na, në këtë botë, sa është e vogën, krasim me djelin, Allah me di qka ma shumë, apo? Edhe, mund është me hupa, pëtën. Duhet me të mësu dikush, ku e ki shpinë. Para në gjeneti, gjërësia ati, së qete e toka, thëtë pejgamberi s.a.s. Dikush për juve udhëzohet më detalisht, dhe e një shtëpinë e ti në gjenet më mirë se shtëpinë e ti që një këtë dunja. Që kjo është udhëzimi final. Kur thush ihdina siratal mustaqim, le të shkon mendja që tu. Se që kjo është rezultati final i krejt udhëzime paraprak. Prandaj edhe Allahu na lut ka udhëzime për keq, për xhenem, sikur se Allahu xhallahu ala thot surën Safat, uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum. Rinjallni ata tu bani, me një ven, grumbull, alladhina zalamu wa azwajuhum. Ata të cilët kanë bërë zullum, wa azwajuhum edhe llojet e tyre. Ata si ata që kanë. Pastaj fahduhum ila siratil jahim. Shiko fahduhum, fjala hidayah, apo mësoni rrugën për xhenem. Fahduhum ila siratil jahim. Edhe kjo është Allahu na rujt, Allahu udhëzimi. Po që s'bën njëri kur me lip këtë Allah në rrët. E njerës e lipin. Jo me gju,
por me vepra ty në njerëz të lypin këtë lloj të udhëzimit. Gjithashtu ajo që duhet të dimë në ndëruar është se udhëzimi i Allahut azza xal shtohet dhe paksohet. Apo edhe ai kategorisë së suksesit, po edhe kategorisë së xhenetit. Jo të gjithë apo udhëzohen në vend një në xhenet. Dikush më lart, dikush më poshtë. Andaj udhëzimi ka sebepe që e rritin, e forcojnë, e mon stabil dhe mos respektimi i këtyre sebepeve e dobëson udhëzimin e Allahut azza xal. Andaj sebepi kryesor i cili e sjell me bollëk udhëzimin dhe na mban stabil në të është tauhidi i Allahut azza xal. Njohja e Allahut te bareka taala. Shikoj sa bukur Ibn Qayyim rahimullah. Subhanallahu, veç në ihdina siratal mustaqim i ka pru 20 mesele, pyetje që të vijnë një jetë me dhon përgjigje apo. Ka atë karon më herë që kjo, e që kjo 20 pyetje i ka bë veç të ihdina siratal mustaqim apo. Të udhëzimit nuk është e lehtë kjo punë apo. Prandaj shikoj se e ka ndërir Allahu xhalla xhelaluhu tauhidin me përfundim atje. Sura Fatiha është ajo që e përmban vetë në saj kërkesën për udhëzim. Ihdina as-siratal mustaqim. Rruga deri atje me mritit të qajat, ka kalan? Ka tauhidi. Alhamdulillahi, Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Krejt tauhid. Krejt tauhid. Emrat e Allahut, ecësitë e Allahut, e rububiyeti Allahu xhallahu ala, tauhidur rububiyya, sundimi, pushteti Allahu xhallahu ala, furnizimi i keq ka. Iyyaka na'budu, tauhidul uluhiyya. Krejt e ka mësu që qështu lip me udhëzimin. Lip e udhëzimin me tauhid të Allahut. Apo, nëse kur na ka mësu me lip ihdina siratal mustaqim, e kam shef hedijen e madhe të udhëzimit apo duke mbështetur në pakun e tauhidit. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Për ato na këto se këto parathone të tauhidit apo janë aktivizim për të na përgatit që të kërkojmë ata që është ma e rëndësishme për ne në këtë botë. Ihdina siratal mustaqim. Këtë kjo është përgatitje, parathonje që të thua ata që realisht për shkak të saj qëndron para Allahut azza xal. Që Allah më drejtua në rrugën e drejtë. Prandaj tauhidi, njohja e tauhidit, përdorimi i tauhidit, zbatimi i tauhidit është sebepi kryesor që një njeri e mos ta bëjë në rrugën e Allahut azza xal. Dhe kjo është shkak që kush e ka kët, wallahi nuk devijon atë. Tauhidi e ruan njërin nga gjunave të mëdha me lejen e Allahut xhallahu ala. Tauhidi e ruan njeriu edhe nga devijimi, edhe nga çdo gjë e keqe këtë botë që mund me e kapluar. Prandaj çfarë e ka ruajt Jusufin alayhis salam? Ka një problem shumë i madh që ballafaqohet me të. Kërkesa e asaj gruaje, domthonë që të bën aktin e pamoralshëm me të. Çka e ka mbrojt? Allah ka thonë çka e ka mbrojt. Sebeb ka qenë ikhlasi i tij, sinqeriteti. Ka qenë rob i mirë. Ai e ka pas me për një me adhurimin e Allahut azza xal. Andaj Allahu te bareka taala ka shpëtuar. Çfarë ka shpëtuar në burg? Tauhidi. Në çdo situatë e ka shpëtuar. Me çka e ka ndërlidh shpëtimin nga kapja e Kurajshit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? La tahzan inna Allaha ma'ana. Allahu është me neve, tauhid. Prandaj sa më tepër e njohim tauhidin në mënyrë të detajzuar, gjithmonë po them, apo jo të përgjithshme. La ilaha illallah, nuk meriton të adhurojmë me det askur pas Allahut, nuk do të bësh shirk, kjo është e përgjithshme, kjo skrim punë. Jo, dush çdo shkruajnë tek kësaj la çka është, ilaha çka është, illa çka është, Allah çka është, këtë me ditë. Sa më detajzum, sa më të sofistikuar me kim mikroskopin që ti ka thënë këtë çka komrana, aq më i qëndrueshëm në tauhid. Apo dallon dikush që kishte me sy vetë thësha këtë stub, apo e dikush i cili shem me diçka një aparat, e dikush me mikroskop, pastaj vetë me mikroskopet janë shumë kanë dallim me vetë. Nuk ka çdo mikroskop i njëjtë. Dikush ta qet pak më detajzuar, dikush ka ose kategori të lartë nga mikroskopat më të sofistikuar që detajlet e detajeve të shfaq brenda një qelize, lere më brenda një objekti të caktuar.
E po çasi duhet të vit më pas, duhet me shtit tauhidin mikroskop, edhe me po krejt çka kanë topën. Me kuptu çfarë realisht ti ke thon Allahu azza kur thot la ilaha illallah. Andaj njohja e tauhidit është ajo që me lejen Allahu xhallahu ala. Pra nuk duhet kursim në këtë them që vallahi më marr në ligjërat për tauhid. Ku do kuft? Madje edhe një ligjërat ose një libër më usharu me 10 herë. Nëse njohim tauhidin, nuk duhet të hezojmë të ulem dy gjoj, ndajmë nga kohën për ta mësuar që Allahu xhallahu ala e ka kërkuar nga pejgamberët e tij dhe përmes pejgamberëve e ka kërkuar nga njerëzit në përgjithësi. Jo për shkaqe që njerëzit e mojnë në udhëzim me lejen Allahu xhallahu ala është taubeja. Subhanallahu, mas tauhidit nuk ka gjë që e sill e thith udhëzimin më tepër se pendimi tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj sikurse e ka përmend Allahu xhallahu ala për çështën e pendimit, ka thonë Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Në ajetin 13 të surës Shura. Allahu thot, Allahu yajtabi ilayhi man yasha. Allahu përzgjedh për të arritur tek ai këndonaj. Apo dhe e udhëzon atë që pendohet tek ai. Apo t'jap isharat qartë kush ka qef Allah me shkutaj? Apo s'po ta përmendanin, apo Allahu përzgjedh nga krijesat kush do të arrijnë tek ai. Dhe Allahu udhëzon ata që pendohen. E qartë. Sa ma cilësore kem pendimin, dhe këtë kem përnë vazhdimisht, pendimi nuk është periudhë kohore, stacion jete, krejt jeta është të ube. Sa ma te për të investojmë në cilësin, kvalitetin e pendimit ton, aq më afër Allah do t'jemi dhe aq më të udhëzuar të jemi. Sa ma largë është pendimi për neve, të ubeja, është një kaluar, një periudhë të caktuar jetësore, dhe tashmë nuk kemi të bëjmë me te, aq më të rrezikuar jemi në udhëzim. Prandaj edhe sa njerëz që më pyetin, "Hoxh, unë jam penduar nga një mëkat, dhe përsëri e bëj", i them e ke nda tauben nga vetja që ata kanë të përsëri apo. Njeriu që vazhdimisht rrin me taube, ama në kuptimin e përgjithshëm, kuptimin e detajzuar të taubes. Allah ky njeri nuk bën gjuna me lenin Allah xhelalu ala. Kur? Por ai që ndohet nga taube, ka thonë plot pe selefit. Ne shikoni vëllazë, ka disa gjëra që duhet gjithë me konë në shoqërinë tonë apo. Si don pasojat janë fatale. Si për shembull i thon dikujt për njerëzve, në rrafshin fizik. Mi thon dikujt, me bu me ta nxjerr zemrën 10 sekonda veç. 10 sekonda burr zbot në 10 sekonda. Apo me ta nxjerr zemrën me ta kthepet. A janë mjaftueshme që tani edhe kur ta kthemë me kry punë? 10 sekonda po. Pastaj ka periudha caktuara kohore që njëri s'mund me nejt pa frymë. Apo nëse ndohet fryma prej tij, një kohë caktuar, edhe kur t'ia kthesh frymën tani mos i vjen. Apo se ka marr fund. Çfarë ka do çështje frymore do zemra në raport me Allahun xhelalu ala. Ka thonë shumë pesërivet. "Law faraqa dhikru al-maut qalbi tarfat 'ainin laqasa qalbi." Ka në qoftë se përmendja e vdekjes për disa qaste veç të largohet për meje, së mbjen men që këmë ndek, me ere ngurcot zemra. Me ere është rëngot. Ke pasi do, kom pa do ushqime që kur t'i marrojnë, do të që mu përzi. Si se përzi, të kurët. Apo, do të me përzi vazhdimisht, për me metë gjithmonë që është duhet. Si nuk e përzin, janë soset për funi, degët, prishet ato. E po që shtu të me kone edhe deka, gjithë e përzime. Si se përzin zemrë me thashe në kuzhinë. Si se përzin zemrën me përmen e dekës, apo ngurësot e me herë, bëhet një tërsi e ngurt. E që është të ubja. Si do të ubja për neve? Se kena në menë që, atin që ti e pendu, me herë e iblisi, e u dhe blat qëtë më kata. Pa e të ubja, kvaliteti i të ubës, është e që në mund të uzurë me lejnë Allah xhelalu ala. Gjithashtu pa dyshim edhe krye obligimeve. Krye obligime dhe Allah xhelalu ala është udhëzim, largimi nga haramat dhe të kapurit me Allahun xhelaluhu për fenë e tij, të kapurit për udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjitha këto me lejnë Allah xhelalu ala na bën që të jemi të udhëzuar
dhe stabil në udhëzimin e Allahut xhallahu ala. Për fund dua t'ua lexoj një fjalë të Ibn Qayyimit rahimullah, e cila ka të bëjë me ihdina siratal mustaqim. Çka është kjo fjalë? Ibn Qayyim rahimullah thotë se njeriu është i varfër gjithmonë për udhëzimin e Allahut xhallahu. Çka nuk kupton kjo? Për shembull, një njeri është i varfër tash. Mas një kohë pasurohet, ati s'vin pasunia, vin shneta. A për pasuri ka. Dikush për shembull ka shnet, si vin ai. Hamra shnet ka, si dhan kërkon, s'nash është, po i vin diçka tjetër. Andaj mund të pavarësohet në një aspekt dhe mund të bëhet i varur në një aspekt. Ndërsa në aspekt të udhëzimit kur nuk pavarësohet, as sa një çelëm shasy, gjithmonë kemi për udhëzim. E çish me ditë na këto që kemi për udhëzim na sim të zuma, se dikush kush Allahu të zov, ti çafer pa mban mua. Subhanallah. Allahu të zov të mëon që vetë çafiri mu musliman. Po kuptimi më të thella. Andaj shikoni çka do Ibn Qayyim rahimullah, domethën pse je fukaratin kuptim të udhëzim, pse gjithmonë keni për udhëzim. Kur nuk pavarësohesh në këtë drejtim. Prandaj kjo e bën që ta kërkosh me një nevojë të posaçme, ta kërkosh me një ndjenjë të veçantë udhëzimin e Allahut kur thua ihdina siratal mustaqim. Ibn Qayyim rahimullah këtë e përmend përmes afër 10 pikave. Shkoj 10 sene do të më tronë men kur thu ihdina siratal mustaqim. Kjo është trajnim tani, duhet më trajnu. Mirë, po kur këtu përmbledhen dhe lut Allahun xhalla xhelalu dhe ta e jap Allah këtë udhëzim, atëherë padyshim se kjo është pasuria më e madhe që është grumbulluar te ti. Thot Ibn Qayyim rahimullah: "Wal 'abdu muftaqirun ila al-hidayati fi kulli lahdatin wa nafas." Robi është i mvarur dhe ka nevojë për udhëzimin në çdo gjast dhe frymërie. Sa të merr frym, çfarë ka nevojë për udhëzim? Fi jami'i ma yatihi wa yadru. Në tërat që e prat dhe në tërat që ka kalu. Fa innehu bejna umurin la jenfeku anha. Nga se robi kalon në përisa gjendje që nuk ndonë prej ti kur. E përderi so këto gjendje nuk ndonë prej ti kur, atër edhe nevoja për udhëzim nuk ndonë prej ti kur. Cëtën këto gjendje që kalon robi në përto, e që nuk ndonë prej ti në kur, e që këto e bën që tjetë invarun për udhëzim gjithmonë. E para, thot, umurun qad ataha ala ghairi wajhi al-hidayah. Ka punë që i ka bë, jo në përputhje me udhëzimin, nga ignoranca. Tash ka nevojë çato njëtat punë me vazhdim me bë udhëzim. A ke si punë të njëjtën tonë? Punë të kalumën, i ke bë të punë. Po s'jan kërkon ato me udhëzimin e Allahut azhjal. Tash e ke kuptu, e tash vazhdo me bë udhëzim. Andaj ki nevojë me përmirësu të kalumën e pa udhëzuar me udhëzime të caktuara ato. E dyta, au yakunu arifan bil hidayati fiha. Ka mundësi që e ka njoft vërtetën, apo? Por qëllimisht e ka kundërshtu. Tash ka nevojë që diturinë që e ka ditë për udhëzimin me e përmirësu. Edhe këtu ka nevojë për udhëzim, se kjo është udhëzim. Nga se mos kish pas për nevojë për udhëzim këtu, edhe herën e parë e kish kry. Por mungesa e udhëzimit herën e parë me prezencën e dijes e ka bërë që ta kundërshton dijen. Tash ka ardhur udhëzimi, zbatoja dije që ke ditë më herët, por që nuk e ke zbatuar. Andaj edhe këtu duhet dija. Tjetër thot, au umurin lam ya'rif wajh al-hidayati fiha. Ka gjëra të thot kur as si ka ditë, as si ka punu. E para, e dyta, e treta. Tash e ka kuptu, edhe është udhëzu. Edhe këtu i duhet udhëzimi. Andaj i ka ik dituria të kaluarën për këtë çështje, i ka ik udhëzimin këtë çështje të kaluarën, tash i ka ardhia, i ka udhëzimi, vazhdon më tutje. Thot, apo ndodh që tjetë në situatë që të jetë i udhëzuar në një aspekt, por i pa udhëzuar në një aspekt. E tash ka ardhur ai aspekt është ndryshuar me udhëzim. Apo edhe në këtë rast kanë me kërku pe Allah xhela udhëzimin. Për shembull, na a jem të udhëzuar në 5 vakte? Alhamdulillah, shëse tonë një të udhëzuar në 5 vakte. Kur s'është Allahu udhëzoft këtë muslimanët e muslimanë që mi fal 5 vakte. Do na jem të udhëzuar në 5 vakte. Po a jem të udhëzuar në përuljen 5 vakte? Këtu duhet udhëzim, apo andaj falja e 5 vakteve nuk është përmbushje udhëzimin këtë obligim, nga se ka aspekte tjera që duhet të ndriçohen.
Prandaj na kur lutim Allahun për udhëzim, ne kërkojmë që ato aspekte që Allah na ka uzuar në to dhe kuadrat e tyre kanë mbet aspekte të padrejtuara me udhëzim, Allahu t'i udhëzon ato. Tjetra thot, ka të bëjmë ato për para që jetë se kam. Që shë të folë për përgjithësimin dhe detajzimin. Thot Ibn Qayyim rahimullah, ka gjëra të cilat ai din në mënyrë të përgjithshme, ka nevojë të udhëzohet në detalet e saj. Andaj këtu e lut Allahun xhallahu ala për të udhëzuar. Na e njohim la ilaha illallah, po kur themi ihdina siratal mustaqim, kërkojmë që Allahu të na udhëzon në detalet e fjalës la ilaha illallah. Pa këtu i vjen udhëzimi. Dhe kur nuk ndahet kjo nevojë nga njeriu. Që të një detalet e atyre gjërave të përgjithshme që Allahu xhallahu i ka udhëzuar në drejtim të tyre. Tjetra është udhëzuar, thot, ka një punë e mirë, por nuk është udhëzuar brenda punës mirë. Kjo është shumë e fuqishme. Ti e udhëzu ku është vesa. Apo, mirë po mrena kur t'hin, nuk din ku është banjo e edhe hup. Mund është, me njeri me konë, ose me konë, me më në shambull tjetër, në konë njeri me i vyt dikush mrena, qëto është vesa, qëto është me jepën. E po, ku është njeri që po më vyt mund këtë objekt madh, edhe këtu duhet dikush me të uzu për mrena. Andaj dallon udhëzimi në islam edhe udhëzimi brenda islamit. Dallon udhëzimi në namaz dhe udhëzimi brenda namazit. Për shembull, na udhëzu ka namazi. Apo, mi po na mungon udhëzimi brenda namazit që njëtë se ka për ulja, ndikimi i namazit një të ndonë të përgjithshme, apo, pastaj shumë dobi të shumë që na duhen të udhëzojnë namaz. Kuptimet shumë ta që dalin nga namazi. A jem të udhëzuar namaz na, brenda namazit, si na si Ibn Qayyim? Nuk e di Ibn Qayyim se në gjë me pave që ato që kanë realizuar na, është që na ndryshe falem pak më shumë, më ndryshe sa apo. E mos lasëm si Abu Bekri. Dhe kena nevojë mbrana, se namazi është institucion i madh Allah. Është institucion shumë i madh. Shumë dhoma ka. Ka dhoma që na signa qel kur aty. Asu na hi kurën tona. Po ato ekzistojnë se ata e nikon po mor ai në çdo dom. Sikur në pallat i madh ti me hi, veç korridorin e ke po. Edhe e dal. Tash po diskuton me dikon që i mbrana. A pa çfarë domë shkon? Ku ke braja dhom? Çatu ke? Dhe ti i pallat sa i aty mbrana e kon. E hi mbrana. I po shumë dhoma të se ke qel, shumë bukuri të këtyre dhoma të si ke po heq. Apo? Prandaj dallon udhëzimi në pallat, dallon hyrja në pallat, edhe dallon udhëzimi brenda pallatit për të zbuluar bukuritë dhe pamjet jorse dhe manicë që janë brenda tij. Prandaj kjo është që e pranon Ibn Qayyim rahimullah, se na udhëzon Allah në drejtim të punës mirë dhe të na udhëzon brenda punës mirë. E udhëzimi brenda punës së mirë do të sikurse e përmend Ibn Qayyim rahimullah se është me të mësua Allahu xhallahu ala si me çarkullu brenda adhurimit. Prandaj dallon me e ditë qytetin e dallon me ditë me usil brenda qytetit. Dallon me e ditë vendin ku është edhe me ditë me usil brenda vendit apo. Prandaj njohja e udhëzimit brenda një pune është udhëzim veti. Që nuk kupton thash mënyrën e orientimit brenda ibadetit, kohën që duhet me kalu pik këtu i këtu dhe kjo është udhëzim. Ne jemi të udhëzuar ndoshta brenda, mirë po, sa duhet më nejt këtu? E ma sa minuta duhet më çu pik këtu me shku këtu? E kur është koha që duhet më bart pik këtu i këtu? Kjo këtë udhëzim ekstra, që Allahu xhallahu ta jap sa më tepër të apuzimin, aq më i udhëzuar e brenda në adhurimit caktuar ato. Prandaj kjo është udhëzim që sikurse e sjell Shafi Ibn Qayyim rahimullah, njërin nëse është i udhëzuar, i thuhet për shembull se qyteti që ti po kërkon është këtë drejtim. Kjo është udhëzim. Mirë po, detalet e rrugës se ujë ka këtu, apo nuk ka ose pompë benzinit apo ka çto, nuk ka pompë benzinit më pas 100 km apo. Nuk ka. Njohja jote se nuk ka pompë benzinit deri më 100 km apo të mëson sa duhet me mush makinën me karburant apo. Edhe këtu. Njëri kur i njeh stacionet e ahiretit, që është një skaj, e din sa duhet më mush me ibadet për më ngrit në tjetër atje,
Kjo është udhëzim ekstra. Me njoft sa duhet fuqi, kërcimi, piktu që me hyp atje, edhe kjo është ekstra. Apo sa duhet furnizim për në atje, kjo është furnizim, udhëzim ekstra. Apo sa është koha normale për me kalu 5 stacione stacion, që mos me koni vonuar shumë, për me pastaj me mrin kohë stacioni i fundit, edhe kjo është udhëzim. Në këto udhëzime mbrana udhëzimit. Që gjitha ne këto duhet të kemi parasysh kur themi ihdina siratan mustaqim. Thot Ibn Qayyim rahimullah, wa kedhalika aidan thumma umurun, ka gjëra tjera që ajo është ka nevojë për to apo. Që ti arrin ato në të ardhmen edhe pse i ka arrit në kaluarën apo. Për shembull, na e kena agjëruar Ramazan e kaluar, apo pse e kena agjëruar Ramazan e kaluar, nuk do të thonë se këto e kena agjëruar. Nëse Allah nuk na furnizon me udhëzim. Do të udhëzim special për agjëruar Ramazanit. Andaj ne kemi gjëra të kaluara që Allah na i ka mundsuar dhe tash na duhet furnizim për të vazhduar atutje. Edhe këtë lutim pe Allah xhallahu ala. Do njerëz me normale kuptojnë këtë punë. Kom agjëruar vjet, çushjo, vjet kom agjëruar, s'pa agjëruar si vjet. Allahu Allah, kush ka ihdina siratan mustaqim. Edhe këtë Ramazan Allah na jap udhëzim të agjërojmë atë. Nga se me bëmë të furnizimin, apo pse e konë gjallë, dje zmonë që i këmë e konë sot. Dje kërë gjallë që u bo sot. E po që sot si e gjallë, mos e veç të kanal frimën, edhe murë funda. Dhe i fakti që e konë gjallë, në Ramazan e kalim ka gjëru, zmonë që edhe këtë Ramazan kime e konë gjallë, ju në kuptim fizik, por në kuptim të imanit të zemrës, Allah në arrujt. Prandaj, ka nevoj njëri, për gjëra në të ardhmen, sikur që ka pas për to nevojnë të kaluarën. Prandaj sikur që Allahu xhallahu ala i ka udhëzim të kaluarën, që ti arrin ato gjëra, i duhet udhëzim tash për gjërat në të ardhmen ato. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim wa umurun, ka gjëra që ka besu se janë të vërteta, ndërsa ai ka qenë në të pavërtetën. Çka do të qoftë kjo? Kjo s'ka bëj me udhëzimin fetar. Ka menu që filoni është kështu. Pas na gabu apo. E po çta pas na gabu, udhëzimi Allahu ta ka mësuar. Kum pas me ndit mirë për të shumë, udhëzimi Allahu xhallahu ala ta ka qit faqen që duhet apo. Kum besu që ky mendim është më i saktë, udhëzimi Allahu xhallahu ta ka qenë një argument dhe shërim që e kuptoj se kjo është më i saktë. Andaj edhe në ndryshimin e bindjeve, në ndryshimin e kuptimeve, duhet udhëzim special për Allahu xhallahu ala, që duhet ta kemi parasysh kur kërkojmë për Allahu xhallahu ala ihdina siratal mustaqim. Dhe e fundit të Ibn Qayyim rahimullah, ka gjëra të cilat Allahu e ka udhëzuar ato njeriu për to. Dhe e ka udhëzuar brenda tyne. Në rregull është për veti, por i duhet tash udhëzim special për ta udhëzuar tjetrin këtë që është udhëzuar ajo. Andaj kur themi ihdina siratal mustaqim, shika e përfshin veten tonë në të gjitha këto gjëra që nuk don për neve, dhe gjithashtu në mendjen tonë kemi që të gjitha këtu Allahu të na ndihmon që ti udhëzojmë në këto të mira familjet tona, shokët tonë, miqët tonë, të afërmit tonë, shoqërinë tonë përgjithësi, njerëzit përgjithësi kështu me radhë. Ne shikoj sa grumbullohet nga kërkesat, nga detalet e kërkesave tona kur themi ihdina siratal mustaqim. Andaj sikur që ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. O Zot, na hiesha, o Zot, na zbukuro neve me stolit e besimit. Të këtij udhëzimi waj'alna hudatan muhtadin. Na bër të udhëzuar neve në këtë stoli dhe na bën nga ata që i udhëzojnë tjerë në to. E që kjo është besimtari i plot. I plotësuar sipas surës Al-Asr. Për shkak të kësaj, ka thonë Imam Shafiu se veç kjo sure me zbrit kishte mjaftuar njerëzimit atë. Krejt njerëzin humbje, nga se u mungon oksigjeni i udhëzimit. Krejt janë vdekur. Ti shet duke lëviz apo po dekën ata. Nëse nuk janë të furnizuar me oksigjen të udhëzimit. E oksigjeni i udhëzimit i ka 4 komponente. Amelu salihat, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kam besu vet, kam bëu të mira, e kam plesu veten. Me herë japi frym diku tjetër. Tawasaw bil haq. Janë këshilluar me tjerë në punë të harin, në punë të mira, në të vërtet,
edhe kanë bo sabër nëse dikush i ka vit pak më shumë kohë me kuptuar të vërtetën atë. Prandaj plotësimi i vetvetes, pastaj bartja e këtij plotësimi tek të tjerët është misioni jetësor i çdo besimtari që ai jeton në hijen e këtij kuptimi dhe në hijen e këtij vizioni. Pra këtu janë disa sqarime të rëndësishme të kanë bëjmë me udhëzimin dhe me emrin Allah xhallahu ala el-Hadi. Elos Allah në manduar që na udhëzon zemrat tona. Na bën nga ata që janë të udhëzuar, na bën nga ata që Allahu xhallahu ala i ka udhëzuar edhe në rrugë, edhe drejt rrugës, edhe brenda rrugës, edhe në gjithë ato që i ka pranuar Ibn Qayyim rahimullah, do të na bën nga ata që të tjerët udhëzohen përmes neve. Që Allahu xhallahu ala na jap shpërblimin final të udhëzimit ka vendbanimi në xhennet. Allah na forcoft në këtë udhëzim dhe na forcoft familjet tona me kaq për japën fund. Allahu i shpërblet sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.